Në çdo event të bukurisë edhe të veshjeve nuk mungon as shema nga Grande Car apo Grand Events. Përshëndetje Shema. Përshëndetje Butren. Qysh je? Mirë shumë, mirë. Qysh po kalon këtë periudhë para dasmave? Mirë, dhe ne po kaloj si gjithë prindrit para dasmave. Janë ato sfidat, streset, puna listave, puna përgatitjeve, këto, po normal, sa do shumë jam organizatore dasmave, në dasmën e djalit po kaloj në të njëjtat periudha që kaloj gjithë prindrit. Qysh ka? Jo bashkëlet, po kur I ki bashkëpunëtorët e mirë, ja për shembull për veshjet, kostumet është kujdes reksi dhe momentin e parë që më arqysh ditën e parë e ka bu për zgjedhjen, jam një shumë rahat, jam një shumë sigurt dhe një farë formë aty një tikve shukry. Okay. Qa ka me pas të veçantë dasma e djalit? Unë mendoj që çdo dasëm është e veçantë, nuk kisha dashur me veçantu si dasëm të djalit tim, çdo dasëm I ka veçantitë e veta, të marrë parasysh karakterit e nusës, dondrit, çka ata dëshirojnë, kështu që në dasmën e djalit tim jam mundu me I përshtat çka ata kanë dëshirë. Ka pas ndonjë kërkesë specifike që se një pajtuese? Realisht jo, për momentin jo, edhe pse I kemi edhe një javë deri te dasma, po jo nuk kena pas kërkesa që nuk mundem realizu. Aritoni është kështu ma modest edhe vjollca njët pak ma kanë shtu si barë se në fillim të ishin çka thushti, çka dushti, po të marrë parasysh që unë jam vetë ajo që nuseve dhe dhëndurve tjerë ju thom dasma është e juja dhe vendosni ju çka doni me pas në dasmën e juj. Okay. Grand Events këtë verë është fully booked apo ka? Po, edhe Grand Events edhe Grand Venuja që të dyja janë shumë të rezervuara, domethënë duke fillu korikun ngushtin janë pothuajse çdo ditë pa ndërprerë. Qershorin tash ne kemi vikendeve, po presim një sezon shumë të mirë. Çka ka me pas ndryshe dasmat se vjet? Jo ndryshe, po ndryshe janë nusja të dhondre, ekstra, po kemi prap një çift të ujë nga Afrika. E që është e veçantë. Kjo është risia që po du me dalë, se e di që ka shumë qiftet jashtë që po vinë Kosovë po bojnë dasma. Po realisht Kosovën veç e kemi vendos na si Grand Events në hartën për destination wedding dhe pjesëmarrja jonë në Sardinia dhe kjo e bunit vetën sepse në këtë dasmë unë do kem mysafir Gedon Hermosa është planifikues dasma i cili mirët me dasma destination wedding dhe dasma multimilionshe. Dhe nëse ai na sjell dasma të tilla në Kosovë ku ka më mirë, sepse nuk është përfitimi veç për neve. E kom cek edhe më herët tek ne vini çift një natë kanë dasmën, po gjithë ata mysafirë që vinë prej jashtë janë hotelet, janë restorante ditore ku ata do të ushqejnë sepse me një rrugë ka gjatë kërkush nuk vjen brenda një dite dhe më kthy. Po zakonisht për këtë mysafirë që kanë avu dhe rezervimin e hotelit janë minimum 3 ditë që do të qëndrojnë në Kosovë. Me sa e di, kohëve të fundit ka fillu me u praktiku të dhëndre dhe pjesa e ndërrimit të veshjeve. Nuk është vetëm një veshje mo, po pi veshjen edhe ka dy. Po, ndoshta ty pa nuse 3-4 fustona, po dhe ndur kanë fillu me ndru kostumet. Ndoshta edhe pse po e kanë në pjesën e ceremonisë kurorësimit, masni po fillon dasma, masni është e prerja e tortës, që është pjesë e tretë, faza e tretë, që është po ashtu e rëndësishme sa është faza e parë e hyrjes. Okay, mbuturoj shumë suksese, mos mu lodh këtë verë, se e di që ki shumë punë edhe gjithat mirat. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.